Çfarë na nevojitet neve për ta kuptuar Kur'anin? Na mendojmë se dituria është informacion. Njeriu ka dy anë. Të ndërruar vëllezër dhe motra. Është një hadith i mrekullueshëm. Një prej sahabëve me emrin Ebu Hanzala u taku me Ebu Bekrin rrugë radhiyallahu anhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderim dhe pafundmi të bën Allahu të fuqiplot. Salavat dhe selamat dhe përshëndetjet më të përzemërta të shkojnë Hazreti Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasuan dhe do të pasojë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Xhamat i nderuar, sado që të flasim për Ramazanin është pak, sado që të trajtojmë tema rreth Ramazanit, rreth agjerimit, rreth muajit të Kur'anit, nuk mund ta shterrojmë urtësinë e tij, nuk mund ta shterrojmë gamën e gjanë të mësimeve që mund të marrim prej tij. Në vëmendjen e dersit të sotshëm do të vë dy cilësi kryesore dhe shumë të lidhura me njëra tjetrën të muajit të Ramazanit. Muaji i Ramazanit, përveç se është muaji i Kur'anit, është edhe muaji i një prej mjeteve më të fuqishme dhe të rëndësishme të edukimit të njeriu, që është agjerimi. Pra, është edhe muaji i Kur'anit, është edhe muaji i agjerimit, Ramazani. I ka të dyja cilësi bashkë, sepse në këtë muaj ka zbrit Kur'ani. Pra thohet prej Lauhi Mahfuz, në qiellin e dynjas ka zbrit për i herë Kur'ani. Dhe ajo është natën e Kadrit, është muaji i Ramazanit. Mandej brenda 23 viteve ka zbrit gradualisht. E të njëjtën kohë është edhe muaji që Zoti e ka bën farz me agjeru. Të shkëtu mund të bëjmë një paralelizëm bukur. Çfarë na nevojitet neve për ta kuptuar Kur'anin? Me çfarë e kupton njeriu Kur'anin? Dhe janë dy pyetje që do të më shkruaj na. Përgjigjja është e thjeshtë fakt. Njeriu e kupton Kur'anin me zemër. Pra ajo na nevojitet ne. Gjendja e brendshme, gjendja shpirtërore, zemra jote, vendia jote, me atë e kupton Kur'anin. Sa ma i pastër që t'jesh, aq ma tepër të shtohet kuptimi. Sa ma i nartësuar shpirtërisht të jetë njeriu, aq ma tepër i hapen perdet e kuptimit dhe njohjes së Allahut. Është diçka shumë interesante që nuk mundet më shpjegu me fjalë. Na mendojmë se dituria është informacion, si kompjuteri. Pra ti ke lexuar 100 libra ndoshta, ose e ke lexuar Kur'anin fillim me marrim. Përpara ti ke qenë një njeri më i përkushtuar. Ke qenë njeri më i sinqert, ke qenë njeri me zemër më të pastër. Me zemër më të përkushtuar me Allahun. Atëherë ti e ke kuptuar më tepër Kur'anin, fakt ke ditë më shumë. Në qoftë se ti fillon e largohesh prej rrugës së Kur'anit, edhe largohesh prej sinqeritetit dhe fillon të telash e tjera, do ta vëni re se ka më u hup edhe kuptimi. Është diçka shumë interesante që nuk shpjegohet me fjalë, vetëm ndjehet. Prandaj dituria në fakt është në kraharor, dituria është në zemër, dituria nuk në trup. Se ti e din si informacion, po nuk mundesh me e bën, se nuk ta ndim me e bën. Ti e din si informacion, por një ajet madhështor shumë, e din me e lexu. Po nuk të hapet kuptimi, nuk din mirë çfarë do të thonë Zoti me këtë. A në një moment ndoshta përpara që ti nuk ke pas kaq informacion sa ke sot, ke pas më pak, por zemrën e ke pas më të përkushtuar dhe më sinqert, ti ke në një shpirtin tan gjërat mrekullueshme kur ke lexuar atë ajet, domethënë janë hap perët e kuptimit. Prandaj neve na nevojitet një zemër e pastër dhe një përkushtim i madh ndaj Zotit për me na ushtuar dituria. Në mënyrë të çuditshme shtohet dituria. Sepse pak dituria dobishme, jo vetëm informacion kry. Njeriu ka dy anë, të ndërruar vëllezër dhe motra. Ka atë trupore dhe ka atë shpirtërore. Një anë e ka të përbashkët me kafshët, kurse një anë tjetër e ka të përbashkët me melek. Ana trupore e njeriu, ana biologjike, ngjashon shumë me kafshët. Ama ana shpirtërore
është diçka që nuk ka lidhje me materien, nuk ka lidhje thjesht me këtë botë. Bu me analizu trupin e njeriut, ato elementet që gjenden në tokë, në përgjithësi gjenden edhe në trup njeriut, në trupin biologjik. Edhe ndoshta po e bën analizë shumë gjëra i kena të përbashkëta me kafshë në anën biologjike, por është diçka që e ndon njeriu prej tjerëve, prej gjallësave të tjera të kësaj toke. Ajo është kjo ana shpirtërore, kjo ana e melekëve. Kjo gjë e ndon njeriu nga kafshë dhe e ka bën qenie të përgjithshme dhe të vetëdijshme. Është Islami i marrë të dyja kanë balancë. Nuk mohon asnjërin as tjetrën, nuk e hell poshtë asnjërin as tjetrën, nuk e shkatron asnjërin as tjetrën. Të dyja i marrë balancë sepse Islami vetvete është peshore dhe balancë dhe mesatare. Sepse njeriu nuk është as kafshë, por nuk është as melek. Duhet me marrë një mesatar, prandaj Zoti i ka dhënë edhe nevoja biologjike njeriu. Dhe ja ka obligu edhe me febele që mi i qunë në vend ato nevojat e tij biologjike që ja ka kriju vetë Zoti, por në krahun tjetër i ka dhënë edhe një mundësi me bën një dallim, pra me pas një veçanti prej kësaj anës materiale, me pas edhe diçka tjetër, shtesë, dhe i ka dhënë edhe anën shpirtërore dhe vetëdije, që këto lidhet është me melekët. Thame që Islami nuk e mohon asnjërin anë, por i marrë të dyja dhe jo jep rëndësi. Ama urdhësia e këtij mujit që ka zbrit Kurani është që mund të jetë, pra një prej urdhësive, që ne për ta dëgjuar Kuranin në një gjendje shpirtërore të gatshme për ta kuptuar, duhet të na dobësojnë anën kafshërore për të arritur anën shpirtërore, për të ardhur në një gjendje të gatshme për ta kuptuar Kuranin, kur i lexojmë ajetet kuranore, për me kanë shumë më të gatshëm shpirtërisht me e kuptuar se çfarë do të thonë, atëherë përmes këtij muji, që është edhe i Kuranit, edhe i agjerimit, që i ka bashkuar dhe i ka kombinuar bashkë, për me kuptuar Kuranin më mirë na dobëson anën kafshërore, anën biologjike, që automatikisht të na rritet ana shpirtërore. E në këtë mënyrë, njeriu është më i gatshëm me kuptuar Kuranin, duke e privu nga nevojat biologjike dhe nga nevojat e instiktit, njeriu largohet nga ana e tij kafshërore, e dobëson dhe fillon e ngjitet shpirtërisht dhe mendërisht dhe intelektualisht më afër kuptimit të hyjnores. Të shti poç në rregull të i shpjegohet apo a ka ndonjë argument a ka ndonjë kështu shembull konkret e diçka që më na ilustru? Po. Është një hadith i mrekullueshëm. Një ditë një prej sahabëve me emrin Ebu Hanzala u taku me Ebu Bekrin rrugë radiallahu anhu, edhe i tha: "O Ebu Bekr, Ebu Hanzala është bo munafik." Subhanallah, që është kjo fjallë? Si po e thu këtë fjallë, u bo munafik Ebu Hanzala. Dhe thëtë për veti, pra, thotë personi për veti, i u bo munafik. Pse po e thu i gjatë tiju? Sepse unë kur jam në Rasulullahin alayhi salatu wassalam, dhe kur ai na shpjegon neve për xhennetin dhe xhehenemin, unë jam në një gjendje të tillë shpirtërore që më duket sikur jam të i pa me sy ata që shpjegon ai. Ama kur largohem prej tij dhe kur filloj e marrë me familjen, me punë të dunjas, me shtëpi, me fëmijë e tjerë, e humje të atë gjendje dhe e humje të kuptim. Kam frikë se kam rol dyftyrsi. Për Zotin thëtë, njëjtën gjahë jenë të përjetu dhe na, i thëtë Ebu Bekri. Pra dhe vajtë shkojmë të pysim Rasulullahin a.s. Edhe shkojmë të pysim dhe ja shpjegojmë ashtu si që citume pak ma parë. Dhe pejgamberi a.s. i jep një përgjigje madhështore, i thëtë: "Kjo është normale", i thëtë. "Sikur ju të ruanit atë gjendje në të cilën ndodheni kur jeni me mu
dhe kur ju shpjegoj unë, në qoftë se vazhdimisht ju edhe mos i largoheni prej meje, do ta ruani atë gjendje dhe do ta vazhdoni dhikrin e Allahut në atë mënyrë, melekët do t'ju takoni juve rrugës edhe në llomat tuaja, në shtratin tuaj. Ju do të përshëndetshit me melekët, por do t'ju hapshin perde që nuk është e mujtë në jetën normale me i pa. Kjo është hadith shumë i saktë. Prandaj, kur na dobësohet ana kafshërore dhe biologjike, automatikisht rritet ana shpirtërore dhe ana e përbashkët me melek që kena. Rritet njeriu në atë mënyrë sa që i hapen disa perde kuptimit. Prandaj Ramazani është mundësi e mrekullueshme me lexu Kur'anin më shumë edhe me kuptu Kur'anin më shumë. E për ta mbyllur po citojmë edhe dy hadithe tjerë. Një prej haditheve është kështu: agjërimi thot pejgamberi sallallahu, agjërimi është gjysma e durimit. Gjysma e durimit, nuk ka krejt durimi, se ka edhe gjëra më shumë që mund durojë njeriu. Nuk është kaq e lehtë me arrit gradën e durimtarit vetëm me agjërim, po theta gjysma e durimit. E ndërsa një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu thotë kështu: durimi është gjysma e imanit. Të shti Imam Gazali në veprën e tij Ihya Ulumuddin i ka marrë të dy hadithe, i ka bashku edhe ka nxjerrë një përfundim. Ka thënë agjërimi është 1/4 e imanit, është çereku e imanit. Sepse agjërimi është gjysma e durimit, kurse durimi është gjysma e imanit. Edhe i bën 1/4 e imanit është agjërimi. Allahu xhaleshanuhu na mundësof që me arrit gradën tonë shpirtërore në këtë muaj të madh dhe me e shtu kuptimin tonë ndaj fjalës së tij, dhe Allahu xhaleshanuhu na bën prej atyre robëve të tij që e njohin më mirë atë. E shtojmë njohjen e Allahu xhaleshanuhu. Sepse sa më tepër që ta njohim Allahun, aq më tepër kemi me arrit lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Sepse kënaqësia dhe lumturia shpirtërore dhe intelektuale dhe e vetdijes së njeriu është lumturia më e madhe që nuk mundet me marrë prej anëve materiale. Nuk mundet me u arrit prej kënaqësive materiale, ajo kënaqësi që arrihet përmes vetdijes, përmes njohjes dhe përmes shpirtit. Prandaj Islami i ka të dyja anë dhe nuk më vën asnjërin anë. Ka thonë edhe trupin me majt, po edhe për shpirtin më kujdes shumë. Ky është muaji i shpirtit, ky është muaji i Kuranit, ky është muaji i tërbiyetit, pra i edukimit njeriu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.